kthehet në një lloj zakoni që dëgjojnë një këngë qajnë, nuk duan të lënë pas historinë e tyre dashurisë, madje ka njerëz që ushqehen nga narcisistët. Pra ka nevojë për një narcisist në jetën e tyre që t'i dominojë dhe t'i zgjidhë dhimbrin brenda vetes. Sa e rëndë është kjo? E rëndë është, por ne një jetë kena partnert që meritojmë. Sepse i tolerojmë. Edhe ka persona që e vujnë shumë dhe njoh shumë raste që kanë marrëdhënie me njërin partner narcisist. Edhe është shumë e dhimbshme, por kanë me marrë mësimet e tyne. Kështu që deri që të zgjohen dhe të kuptojnë mësimet e tyne, atë rrugtim do njekin. Ti beson që nëse një situatë e vështirë e rëndë në jetë na përsëritet disa herë, do të thotë që ti pra ende nuk e ke marrë mësimin prej asaj situate? E vërtet. Mete është ai rrethi vicioz që, domethënë, po e them më që jena të diskutuar për dashuri, nëse ty të vjen i njëjtë energji partnerit, por në formë fizike të ndryshme, tregon që ti alo se ke marrë leksionin edhe të po të përsëritet herë pas here, patjetër. Cili është mësimi, pra duhet të marrin mësimin. Edhe universi teston. Mundohesh t'ia shpjegosh njerëzve botën tënde spirituale apo nuk lodhesh? Jo, ka kaluaj koha ku unë shpjegohem. Vetëm nëse janë frekuencat e mia, do më kuptosh, në të kundërt ke punën edhe për çesin tan. Interesante. Sa bukur është që dy njerëz të bashkëtojnë, pra ti dhe partneri jot që kanë pasur në program gjithashtu në këtë botën spirituale. Është gjëja më e bukur që na ka ndodhur në jetë. Fillimisht Amarildo është fut në rrugtim shpirtëror, edhe ishte ajo pjesa e skepticizmit tim, por momentin që se ton kohën dote që unë t'isha pjesë e atij rrugtimit edhe më erdhi ai momenti jem kritik që zgjolla të shkoj në rrugtimin tim shpirtëror, se më ndodhi një zgjim i mbrëmshëm,